Hedhja e Koranit të Rasatës në liqen është Korani që ruhet deri 3-4 gram. Këtu e kemi 7-8 gram besoj në hedhje. Do ta hedhim liqen tani. Shiheni procesin. 2 milion Koran të vegjël hidhen çdo vit mbasi qendra e kultivimit tyre i merr nga vezët e Koranit. Tani mbasi kanë qëndruar 10 muaj në vaska, Korani 8 gram, 7-8 gram hidhet në liqen. Të bëhet ripopullimi i liqenit. Ripopullimi i liqenit, tani këta shkojnë në botë negër, po kanë ngelur edhe ca. Tani janë të gatshëm këta për jetë negër këtu? Janë kalitur me ushqim, me dietën ushqimore. Ikën edhe u shpërndan direkt, ë? Gjithë tani domethënë. Domethënë keni ndonjë statistikë sa për i tyre apo s'ke iden se sa mbjetojnë? Po në këtë fazë që hidhet ky 95% mbjeton. Është gati për jetë egër. Ja si bëhet popullimi i liqenit të Pogradecit me Koran. Një specie endemike. Specie po.